Këto llovi të mëdha janë vazhdimisht në ambulancat specialistike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku pacientët shpesh presin me orë të tëra për të marrë shërbime mjekësore. Radhë të pacientëve ka raste kur zgjaten deri në uborrin e ambulancës, duke krijuar turma të mëdha. Madje në një ambulancë ka ndodhur një gabim ku pacientit i kanë dhënë një incizim të CD-s që nuk i përket atij, por një pacienti tjetër. Jo, vallai se gjeta. Pse? Pse ma kanë hup? Qysh ta kanë hup? Ma kanë vonë të tërkuj. Vend që unë e kum pas për kryja, ma ka vonë për krah. A në tash? Tash kur gjo. Po shkova, e lypas. Jo, a i zdi. E çka të propozum tash? A do të me bë prapë? Me shku me këqyre dhe ere. Letrat s'ka i kanë hup. As të din? Ja, as të din, nemen të tërkuj. Tash do të me bëhe njerë kum prit 4 muaj, tash apet. Po jo, tash me shku me këqyre, jo, s'ma bon terminin eq. Tash me prit edhe 4 muaj tjera? Po. Mas i desim na do të me ardhë. Më pritet njerë me dek, pasaj me ardhë. Nuk i bënë me njerë terminit, po duhet me prit 2 muaj, 3 muaj për një termin. Terminin sot një javë. Po gjendin të që sheki? Gjendjen shumë keq e kam, Që sa të ka shkel kjere? që një vit. Edhe pësë të bënë në termina? Të zbanë në termin, që me bu? Sot një javë, tha me orë. Unë nozat i kam keq, kraun, kam 5 brinj i kam të thyme. Terminet janë të obligueshme për shumicën e vizitave specialistike dhe procedurave diagnostikuese. Klinikat kryesore përfshin kirurgjin, neurokirurgjin, pediatrin, ginekologjin, radiologjin dhe kardiologjin. Terminet zakonisht caktohen përmes telefonit ose në recepsionet e klinikave përkatëse. Terminet caktohen nga e hëna deri të premten, nga ora 12 deri në 14:30, zakonisht duke thirrur numrat zyrtar të SHSKUK-s, që KUK-ja shpesh i ka arsyetuar këto të llovi me fluks të shtuar të pacientëve që kërkojnë shërbime specialistike.